Qof leftuar Jesu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris, jemi së bashku në këtë mëngjes për të lutur lutjen e mëngjesit. Është java e 14 gjatë vitit, cikli A, sot është e martë dhe psalmet I marrim nga java e 2 të psalterit. O hy me eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi I dritës e amshuar, ai vetë tër drita e dita, që asnjë errësirë nuk ndjen pa prerë natyra e dritës. Tani nata e zbeti lshon vendin dhe as pishtar mos sillen, duke u dobësuar ndriqimin yjeve, është pranë dhe diell shkëlqim plot. Të gëzuar nga shtrati ngrihemi, duke kënduar ty falënderjet, se të ertën natë do të shuaj dielli, duke sjell dritën rishtas. Ty tani që andja e mishit me lakmi të ëmbla atinës mos të futet, e mendja jon mos trehet nga mashtrimet e botës, ty shenjtë të lutemi. Mlejfi mos të nxis grindje, barkun mos ta qoft pesh gryksia, fuqit mos I shtërroft uria, mos qoft krye luksi I turpshëm. Por mendjem prej të matur, me trup të shëndosh të mbajtur, me shpirt besnik ndaj Krishtit, ta shpijem tër këtë ditë. Bëjo atër I drejti dhe u bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, duke sunduar në gjithë shekujt. Amen. Antifona parë. Dërgoje të vërtetën dhe të drejtën tënde, le të më prinë ato në malin tënd të shenjtë. Psalmi 43, dëshira për shejtërore në hyjt. Unë, drita, erdha në botë, lexojmë te Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 12, rreshti 46. Ma jep të drejtën o hy, mbroje e çështjen time prej gjendjes së pa fe, më shpëto prej njeriut të keq e dinak. Sepse ti je hyji I strehimit tim, përse më dëbon, përse të endëm I trishtuar, I shkelur prej armiqve? Dërgoje dritën tënde dhe të vërtetën tënde, ato le të më prinë, le të më përcjellin në malin tënd të shenjtë në tënden tënde. Atëherë do të hyj telteri I hyjit, te hyji I gëzimit të galdimit tim, do të galdoj, do të këndoj me harp, ty o hyj, hyji im. Përse o shpirti im lëngon në trishtim, përse gjëmon në mua, shpreson në hyjin, prap do të lëvdoj, shëlbuesin tim, hyjin tim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dërgoje të vërtetën dhe të drejtën tënde, le të më prinë ato në malin tënd të shenjtë. Antifona e dytë. Çdo ditë të jetës sonë na shpëto Zot. Kënga Isais profet kapitulli 38. Ankthet e të braktisurit, gëzimet e të shëruarit. Isha I vdekur dhe ja jam I gjallë, unë kam pushtet për mbi vdekjen. Lexojmë te libri I zbulesës kapitulli parë, rreshtat 17 deri në 18. Unë thosha në gjysmën e ditëve të mia, unë po shkoj në dyrtën e tokës, u luta për të pricen e viteve të mia. Thash, s'do ta shoh më Zotin hy në tokën e të gjallëve, nuk do të shoh më askënd ndërbanore tek kësaj bote. Tenda ime që shkrehur e u thodh larg meje, por si tenda e barinjve. Si vektari ma mbështolli jetën e prej shulit po më këput, prej mëngjesit deri në mbrëmje po më jep fond. Përmbys klith deri në mëngjes, por si luani kështu mi cuptuan të gjitha eshtrat, ciceri si dalëndyshja, gjëmoj por si pëllumbesha. Syt më këputën lart duke shikuar. Ti shpëtove shpirtin tim nga gropa e asgjësimit, sepse I hodhe pas shpine sate të gjitha mëkatet e mia. Sepse banesa e të vdekurve nuk të lavdëron,
vdekja ty lavdes të këndon. Ata që zbresin në grop nuk shpresojnë më në besnikrin tënde. I gjalli vetëm i gjalli të lavdëron, siç po bëj edhe unë sot. Babai u mëson fëmijëve besnikrin tënde. Më shpëto, Zot, e ne do të këndoj me harp në të gjitha ditët e jetës sonë në shtëpinë e Zotit. Lavdia Atit të Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. çdo ditë e jetës sonë na shpëto, o Zot. Antifona 3. Ty, o hyj të përket himni në Sion. Psalmi 65. Gëzimi krijesat të hyjit për pruvanin e tij. Hyj gjallë, ju dërgojnë nga qielli shi e stinj të begatshme, ju mbushi me ushqime e zemrat tuaja i mbushi me gëzim, krahasuar me veprat e apostujve. Kapitulli 14, rreshti 15 dhe rreshti 17. Ty, o hyj të përket himnin e Sion, për nderin tënd u plotësoft kushti në Jeruzalem. Te ti që i dëgjon uratat, do të vijë çdo njeri i ngarkuar me mëkate. Fajet tona janë më të forta se ne, por ti i zhbin mëkatet tona. Lumaj që ti zgjodhe dhe moren qatë vetes, ai banon në shtëpinë tënde. Do të ngihemi me të mirat e shtëpisë sate, me shenjtrinë e tempullit tënd. Ti na ndihmon me mrekullitë e drejtësisë sate, o hyj shpëtimit ton, shpresa mbar skajve të tokës e të detit të largët. Ti i forcon malet me fuqinë tënde, i ngjeshur me pushtet. Ti qetëson tërbimin e deteve, gjemën e valeve të tia dhe rrëmujën e popujve. Edhe ata që jetojnë në skajet e botës mbështesin të habitur, mbesin të habitur nga mrekullitë tua, me gëzim i mbush dyert e mëngjesit e të mbrëmjes. Ti kujdesesh për tokën dhe ujit, e ngarkon me prodhime të begatshme. Lumi i hyjit është plot me ujë, ti bën të rriten drithëra për njerëz. Tokën ti kështu e përkatit, hullit ja lag, bucat ja imson, me shije zbrun të mbjellat ja bekon. E kurorëson vitin me mirësinë tënde, gjurmëve të tua rrjedh begatia. Kullotat e shkretëtirës rrin njëmsi, mballesat bregoreve ngjishen me hare. Livadët janë të veshura me dhen, luginat mbulohen me drithëra, gjithka këngë e brohoritje me hare. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ty o hyj të përket himni në Sion. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë drejtuar Salonikasve, kapitulli 5, rreshtat 4 dhe 5. Ju o vëllezër, nuk jeni në terr që dita e Zotit ju vijnë me befasi, por si vjedhsi, sepse ju të gjithë jeni bijtë e dritës e të ditës, pra nuk jemi të natës e të territ. Përgjigja e shkurtër. Dëgjoje zërin tim, o Zot, shpresoj në fjalën tënde. Dëgjoje zërin tim, o Zot, shpresoj në fjalën tënde. I parapri agimit dhe të thëras në ndim. Shpresoj në fjalën tënde. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Dëgjoje zërin tim, o Zot, shpresoj në fjalën tënde. Kënga ungjillore Benediktus, prej atyre që na urrej na shpëto Zot. Kënga e Zakaris sipas ungjillit të Shën Lukës, kapitulli 1, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit.
që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do ta bëjë mirësinë që ua premtoi ejtërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profetit e të lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet e zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shëndëritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapata në udhën e paqes, Lavdi i Atit e të Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. prej atyre që na urrejnë, na shpëto o Zot. Lutjet e besimtarve. Krishti me ringjalljen e vet e shndriti botën, t'i brorasim atij shëlbuesit ton dhe t'i bijmë ndore me lutjen e përvuajtur. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Me lutjen e mëngjesit o Zot Jezus përkujtojmë ringjalljen tënde. Shpresa në lavdin tënde le ta shndris ditën tonë. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Pranoj o Zot dëshirat tona dhe na i forco vendimet, të cilat po t'i paraqesim si frytet e para të kësaj dite. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Bëj që sot të përparojmë në dashurinë tënde. Le të jetë gjithçka për të mirën tonë dhe të njerëzve, vëllezërve tanë me të cilët do të takohemi sot. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Ndihmona o Zot që para të gjithë njerëzve të japim dëshminë e jetës. Ti shohin veprat tona të mira dhe ta lavdërojnë Atin qiellor. Na ruaj o Zot në rrugën tënde. Aty që je në qiell, u shejtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u pa vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj që të pushtetshëm dhe jam shuar drita atyre që besojnë në ty, mbushe botën barë me lavdin tënde dhe dëftohu para të gjithë popujve në shkëlqimin e së vërtetës sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë që me ty jeton në mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.